Kryesocialisti Edi Rama, njëherësh kryeministër i vendit, ka prezantuar në Elbasan planin për paqen fiskale. Një nismë që sipas tij ka për qëllim krijimin e raportit të ri mes tatimorëve dhe sipërmarrësve për të zgjidhur problematikën e detyrimeve të prapambetura nga këta të fundit. Ajo që është bërë është një propozim për një marrëveshje, që thotë në pikun e sezonit do deklarosh dhe jemi dakord dhe ne 65%, 65% kështu okupueshmëri, se di si thuhet shqip. Okej, zaptim, po e them. 65% zaptim dhe në periudhën jashtë pikut vetëm 30%. Në mëkat janë të dy palët, si tatimorët të ashtu edhe bizneset. Në jo pak raste ata inspektorët na turprojnë. Kjo është e vërteta. Edhe ju keni dhe atë stilin tuaj që asnjëherë nuk preferoni që ti denonconi, po preferoni që ti mëkoni nga pak, se është bashkëvuajtës dhe bashkëfajtor kjo puna juaj me ata, por është kjo që është, pavarësisht përmirësimeve të mëdha që janë bërë. Kryeqeverisja dhe përgjigjet të gjithë atyre që thonë se sipërmarrësit nuk ekzistojnë, por ka vetëm oligark që marrin parat. Në ato pasqyra nuk ka vend fare për ju. Në ato pasqyra juve përfaqësoheni nga legjenda e nga herë thonë 2, nga herë thonë 3, nga herë thonë maksimumi 5 oligark, të tjerët se ekzistojnë. Sipas atyre pasqyrave, ekonomia shqiptare janë 5 veta që marrin të gjitha lekët. Kryeministri bëri me dije se qeveria po punon me Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit dhe Ministrinë e Financave për të integruar inteligjencën artificiale në procesin e fiskalizimit. Sipas tij, inspektimet tatimore do të realizohen nga inteligjenca artificiale, duke eliminuar nevojën për inspektorët fizik në terren.